Për të kuptuar Biblën, së pari duhet të marrim rënien e Davidit që erdhi në këtë tokë për herë të dytë dhe të mësojmë prej tij. Në Ungjillin e Gjonit, kapitulli 6, Jezusi mësoi qartë: askush nuk mund të vijë tek unë, nëse nuk është mësuar nga Perëndia. Është shkruar në librin e Mikeas, kapitulli 4, në ditët e fundit, çfarë do të bëjë Perëndia për të gjithë njerëzit? Ai thotë, ai do të na mësojë rrugët e tij. Ne duhet t'i mësojmë këto mësime nga ai. Ne nuk mund të hyjmë në mbretërinë e qiellit nëpërmjet një pastori, as nëpërmjet një doktori të teologjisë. Perëndia është i vetmi që mund të na udhëheqë dhe të na çojë atje. Nuk kemi nevojë të kërkojmë mënyra të tjera. Na duhet vetëm të pranojmë Krishtin e ardhjes së dytë, Mesin ton, i cili do të vijë përsëri në këtë tokë dhe do të na udhëheqë vetëm me fjalët e tij. Tek Zbulesa kapitulli 3, vargu 12, shkruhet: kush fiton do ta bëj shtyllë në tempullin e Perëndisë tim dhe ai nuk do të dalë më përjashta. Dhe do të shkruaj mbi të emrin e Perëndisë tim dhe emrin e qytetit të Perëndisë tim, të Jeruzalemit të ri, që zbret nga qielli nga Perëndia im, dhe emrin tim të ri. A nuk i referohet unë këtu Jezusit kur lexojmë Zbulesën kapitulli 1, vargu 1? Ai thotë se emri i ri i Jezusit do të shkruhet mbi të. Pra, ne duhet ta pranojmë atë që do të shfaqet një herë të dytë në këtë tokë me një emër të ri. Por ka kaq shumë njerëz në botë që pretendojnë se janë Krishti i ardhjes së dytë. Si mund ta njohim atë? A nuk mendoni se ka një mënyrë që ne ta njohim atë? Në shoqërinë amerikane, çdo individ ka një kartë identiteti. Ne gjithashtu tregojmë kartën tonë të identitetit për të konfirmuar identitetin tonë. Edhe për të shkuar në ishullin njëu nga Seuli, nuk mund të hipësh në avion nëse nuk konfirmohet identifikimi. Në të njëjtën mënyrë, a nuk mendoni se duhet të ketë një identifikim të sigurt për rënien e Davidit që ka ardhur në këtë tokë për herë të dytë? Le të hedhim një vështrim te Isaia kapitulli 55, vargu 3. Vini veshin dhe ejani tek unë, dëgjoni dhe shpirti juaj do të jetojë. Unë do të bëj me ju një beslidhje të përjetshme, sipas dashurisë sime besnike të premtuar Davidit. Këtu thuhet se Davidit i është premtuar një beslidhje e përjetshme. Pastaj, le të shohim se cila është beslidhja e përjetshme nëpërmjet Hebrejve kapitulli 13. Kapitulli 13 vargu 20 thotë: dhe Perëndia e paqes që e ngriti nga të vdekurit me anë të gjakut të beslidhjes së amshuar, bariun e madh të dhenve, Perëndin ton Jezu Krisht. Ku dhe kur dha mësim Jezusi për gjakun e beslidhjes së përjetshme? Luka kapitulli 22, vargu 7 thotë: pastaj erdhi dita e të ndormeve, kur duhet therrur flijimi i Pashkës. Dhe Jezusi dërgoi Pietrin dhe Gjonin, duke u thënë: shkoni e na bëni gati Pashkën, që ne ta ham. Pastaj mori bukën, falenderoi, e theu dhe ua dha atyre, duke thënë: ky është trupi im, që është dhënë për ju, bëni këtë në përkujtimin tim. Po kështu, pas darkës, mori kupën, duke thënë: vera e Pashkës ishte brenda kupës. Kjo kupë është. Çfarë është kjo kupë? Beslidhja e re në gjakun tim, që është derdhur për ju. Ne mund të konfirmojmë se beslidhja e përjetshme nga Hebrejve kapitulli 13, vargu 20 dhe beslidhja që ju premtua Davidit në Isaia kapitulli 55 i referohen beslidhjes së re. Faleminderit shumë.